Autoritetet të burgut të Drenovës kanë kryer kontrolle të shtrënguara në disa qeli duke zbuluar një sasi kanabis sativa dhe një aparat celular. Lënda narkotike u gjet në godinën B të paraburgimit, ndërsa celulari u sekuestrua në qelinë të dënuarit Gjensi Lipo, një person që shërben dënimin prej 19 vitesh për vrasjen e bashkëshortarit të tij, Erion Ibi, dhe ndodhet në sektorin e sigurisë së lartë. Sipas burimeve nga hetimit, celulari mund t'i përkiste të dënuarit Laer Taxhiu, i cili më parë është përfshirë në raste të ngjashme brenda burgut. Në muajin qershor, 4 telefona që i përkisin Haxhiut u sekuestruan, gjithashtu në qelinë e paraburgut, duke treguar një model të përsëritur të futjes së pajisjeve elektronike në mënyrë të palishme. Prokuroria po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes, duke përfshirë mënyrën se si lënda narkotike dhe celulari u futën në qelitë e burgut, si dhe identifikimin e të gjithë personave të përfshirë. Hetimet do të përfshinë edhe verifikimin e përmbajtjes së celularit për të përcaktuar nëse janë zhvilluar komunikime të dyshuara ose të lidhura me aktivitete të tjera të palishme. Autoritetet paralajmërojnë se do të rriten masat e sigurisë dhe kontrollet brenda burgjeve për të parandaluar futjen e lëndëve narkotike, pajisjet elektronike dhe objekteve të ndaluara. Ky incident vjen në një kohë kur qelitë e sigurisë së lartë janë përforcuar dhe kontrollet rutinore po zhvillohen më shpesh për të siguruar rendin dhe disiplinën në institucionet penitenciare.